Ta që tha, zoti Mazgjeri ka të drejtë, po e shikoja procesin zgjedhor Maqedoni, ku janë parafërsisht 30% shqiptarë. 30% shqiptarë Maqedonët nuk friksohen sa ne kemi rritë shifrën për 9 deputet Lista Srpska, si kur ata mund me na rëmbi Kosovë. Nuk është të vërtet. Edhe kush dhe në zgjidhet në kryetar, e ka një shofer dhe një makinë, kaq. Nëse në kryetar e merr një shofer dhe një makinë, nuk në rran Kosova. Në Maqedoni... Është rrezik i madh kjo që po ndodh? Jo, se ti në Maqedoni e ki afrimin... Rreziku më i madh që mund me bësh me bënë aksident rrugë, po pastaj përgjigjet penale. Ja, ndëgjam. Kjo që e tha zoti Mazgjeri ka drejtë, se nëse shen aparencë duket interesant. Po kur ti nuk don më ia dhon legitimitetin që ai me volioz viktimizimin. Sepse nëse she raportin e fundit të ICG-s mund ka shqetësu për një fakt. Ka fillu një narracion më u bo edhe në organizatat ndërkombëtare që serbët janë në pozitë të vështirë. Qatë narrativën që ka pas Serbia dhe i tash. Tash po gjenë legitimitet atje. Ti mund të kesh drejt, për mënyrën që isha ti atë drejt e implementën, ti mund është pa dashje me legitimu viktimizimin e tëre. Sepse ata thënë të gjë, përshek këta s'përna leon asë në parlament, s'përna leon asë kushtetutën e vetë me respektu. Prandaj ti dush me ndru lojën. Unë po të isha në parlament edhe në opozit, unë për veti do dile dhe do mbrojshë aja qëndrimi cilë është me i mirë për Kosovën, jo në kuptimin e taneshëm. Pa afa gjot, po në gjë. Por një gjë du të me ditë. Mu, kërkush nuk mundët më madha, më afirmos certifikatën e patriotizmit. Kërkush heqë. Unë kam si vinë time, personale, familjare, dhe ti dush me konë me post e rezon shtetëror, sepse një gjë për e thëmë, kur është bë traktati 2 Gjermanive, se marrëveshja e orë thuhet që është si traktati, po këtë janë ndryshën njëra tjetrin. Dhe ka qenë politika, ose politika Willy Brandtit, e cila e djatha në Gjermani ka thonë ti po e tradhton. Po në fund, ekspertës, studiusët thonë, ka qenë ose politika që ka përshpejtu bashkimin e Gjermanisë në mënyrë patësore. Pse mora këtë shemë? Ti dush me po qëfar politike bën sot që mas 10 vjetë e Kosovës mira një pozicion jashtë zakonisht i nalt. Ti mund është edhe atë 9 deputeta edhe mi re, edhe mi nëzirë zhagë, por është problemi cilë është benefiti afat gjatë i Kosovës. Se na mujna me thonë, hajde me stops, por nuk ka prodhu të asë një popull. Cilë është dome që ka me pagu Kosova pastaj? Të benefitet fatkeqësisht, po kemi benefite heq, po domin i na të pagu shumë të madh. Ne me këtë retorikën që kemi bërë gjithkohën, e kemi homogenizu pakicën serbe drejt listës srpska. Ndërkohë në Maqedoni janë shqiptarë të kitë për qamë dhe Maqedonët në një farmire bëjnë hajgare me shqiptarë. Dhe ata po dolin ma institucionalista se ne, me faktin që kërkojnë me respektu kushtetutën. Unë mendoj që nëse ne kemi shpallë pavarësin dhe serbet nuk i kanë posë 10 vena, ju e dini për i kanë posë 20, dhe mbi gjitha një gjithë du të dimi për generata ju në di. Ne kur në Kosovë nuk i kemi posë problemi me pakicën serbe këtu. Problemi ka qenë mes Kosovës dhe qeverive të Beogradit. Prandaj ne nuk du të meron këtë grupë që gjoja ne jemi të projektu politika diskriminuese ndaj serbe. Prandaj për këtë arsye raporti ICG-s mund ka shqetësuar këtë pikë. Për te partive politike. Partit politike nuk po e dojnë pushtetin. Aja që tha Artani, Kurti i ka materializu krejt këtë gjëra, kur ka qenë opozit. Unë kam bo një hullumtim për çështje shkencore për emigrimin. A di që janë shifrat janë të mërshme. Unë kam hymë panik kër e kam bo. Masa që ikën nga Kosova është pimboshës 18 dhe 35 që ikim, dhe më thonë populata ma vitale. Edhe për punë, edhe për kreativitet, edhe masa për riprodhim biologjik, demografik. Dhe unë e shakurkush. Po pse? Partit politike janë bërë, dhe më thonë, shok edhe shok që aty që eru një tjetër në bënë një listë që to fitojmë në një 5-16 vetë punë e madhe. Partit politike du të më qelë, më hapë seriosisht, me bo zona elektorale, ku kërkohet që në zona elektorale tjetë një njeri kredibil
dhe qashtu do më thonë bo qarkullimi elitave dhe fiton një parlament që ka kredibilitet dhe nuk hë me një apati të cilën së dje. Por nëse ti e bën me votu 10 vetë dhe bot një farlistë kompilu qashtu dhe ne në për komuna i kemi që 25 vjetë figurat njëta. Ata njerëz mund t'jenë burrat të mirë se dush, por nuk janë gjendje mi adresu sfidat me cilat Kosova ballafaqohet, sepse transformimet edhe teknologjike janë qaq marramense, sa që me pas edhe kokat më të mequra të kombit, o problemi me kap hapin. Me këtë dinamikën që shimi të shkune, neve vish në marë të kështu që shme thonë aja atmosfera e përgjithshme. Për ndryshe, Shqipëria, unë e moj me shumë mirë, kur kam qenë 2004 në zyrën e kryeministit, ne kemi qenë përpara. Shikoni Shqipërinë ku të jetë. Le këtu do farrëfimet që thujnë do që hanë që bo papin birë këtu dhe me kjem qytetare. Se qytetaria të na reduktuat me masën sa i lartë Skënderbeu. Po, Shqipëria është të hecë jashtë zakonisht shumë. Dhe ndoshta mund të ketë një impact për neve pozitiv, por Shqipëria po donë me tregu me politikën e saj që unë s'po du me qenë pjesë e asaj farqërbës balkanike ku këta përzinë, sepse nëse ti në shekullin 21 këtë narrativën e ki me shku mu larë Neumann, që cila është perspektiva për qikën temë të ashtë kjo. Që ka me kry shkollën ose me shku fakultet. Dhe me thonë, ti dush me mendu cilat janë hapat e integrimit, cilat janë hapat e punësimit, cilat janë hapat që janë alin e migracionin. Dhe me thonë, të gjitha këto janë që binë një perspektivat, se kje karta për me lujtë patriotizm, unë jam gup me patriotizm. Generata janë ka pas veç demonstrata, beteja... Zoti Kurti, krejt këtë seri veprime është që i ka marrë në raport me listën sërbe, po e bazën në atë që kjo parti ka qenë e përfshirë në sulmin që ka ndodhë në Banjska, pra, në shtator. Dhe gjithë shka që po vjen prej tyre është kundërandit kushtetues në këtë vend. Jo keni drejt edhe Kurti mund të këtë drejt plotësish në këtë pikë, edhe unë kam shumë vrejtin ndaj listës së, po ju i bënim duket edhe do emisione për drejtësi nëse jam i saktë. Këtu nuk dush me në shtetet moderne, ku ka sundim... Në shtetet moderne, ku vepron ligji, nuk vlen fjallë dhe nuk vlen parullat. Ti e kopsit, si e thënë Shqipëri dosin, dhe i thu që kjo është fajësia. Pastaj vendos gjykata dhe mbi bazën e vendimit gjykatës, ti mund është mi andalua ti me shku mu zgjedhë parlament. Po deri sa nuk ka një vende, po, nuk janë djek, deri sa nuk ka një qështje e cila do më thonë gjykata e shpall, do më thonë aja mirët vetëm si një tendencë politike... Sa narrativ të është po mbizot nënë, dhe... Po, për ato atjen katun që prezin qojnë dhe hanë turshi, është interesant, se duket interesant. Po për sistemin juridik, për sistemin sundimin e ligjit me standarde evropiane, kjo në qetë njëve pak qesharak.